Zëvendës kryeministri i parë, një prej liderëve të Vlenit, Izet Megjiti, preq ASH-ja e Arben Taravarit, sonte ta sqaroi brenda vetes dilemën dhe ta informoi koalicionin Vlen se cilën rrugë e zgjedhin. Ta sqaroj me vetveten, domethënë, a janë pjesë e Vlenit apo shkojnë me Bashkimin Demokratik për Integrim. Ai uroi që Aleanca për shqiptarët të reflektojë. Nëse tash, domethënë, dikush e analizon situatat, e vetmja mundësi për rikthim të Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri është përçarja e Vlenit. Edhe në këtë situatë, pra, kanë kontribuar, domethënë, edhe qarqe nga jashtë. Duke rikujtuar përvojat nga e kaluara, Megjiti u shpreh se përçarja e shqiptarëve në më shumë tabor vetëm e defaktorizon votën shqiptare, e që Vleni të qëndrojë i bashkuar. Megjiti tha se kanë shkuar në maksimum me oferta ndaj ASH-s për ndarjen e komunave. E kemi favorizu Aleancën për shqiptarët, që zoti Taravari edhe deklaron pra në mediume që më kanë ofruar 35%. Ne deri më sot s'jemi marrë se çka do merr LD-ja, çka do marrë tjera, po kemi fol vetëm për ta favorizuar Aleancën që të mbetet Vleni i bashkuar. Opsioni që Taravari e përmend se mund të dalë vetë në zgjedhje lokale për Megjitin është jo real. Sepse edhe ata e dinë edhe ne e dimë, është një që kur unë them do daloni me LD-n nesër vetë, dhe unë nuk dal vetë nëse nuk kam ndaj mbështetje të fshehtë. Theksoi se dëshirojnë që ASH të mbetet pjesë e Vlenit. Mirë po, e duam Aleancën e Vlenit. Veç për veti, e jo me BDI mendon. Jo Aleancën që ka opsion edhe Bashkimin Demokratik për Integrim. Se atëherë humb kuptimi i ndryshimit. Nga e gjithë kjo situatë, Megjiti mendon se në fund Vleni do dalë më i konsoliduar.